Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Kosovë, do të flasim për situatën e sigurisë dhe të politikës, çështje do t'i diskutojmë me gazetarin Shfrytëzim Dakaj. Zoti Dakaj, përshëndetje, faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit edhe për juve. Zoti Dakaj, mbledhja e Këshillit të Sigurisë, kryeministri Kurti ka ngritur alarmin se Serbia po minon krijimin e institucioneve të reja, por duket më shumë një mbulim i dështimit politik për gjetur konsensus apo ka realisht vend për t'u shqetësuar? Mendoj se duhet ta trajtojmë në dy rrafshe. E para është faktike, ajo që është kërcënimi i vazhdueshëm i stabilitetit të Kosovës prej strukturave kriminale, të cilat kryesisht janë të përqendruara në veri të Kosovës. Por këtë vikend, siç kemi mujtë me pa zhvillimet, domethënë organet e sigurisë rrënën me lokalizu dhe me arrestu një grup të madh që ishte i ndarë në 4 grupe e që në vikend e shfrytëzojnë si rëndom të disa festa fetare të shpikura, edhe që fshihen mbrapa kisha dhe pelegrinazhe ndryshme që mbrapa kanë qëllime të caktuara për destabilizitetin e Kosovës, ose tendencën për me destabilizu Kosovën. U arrestuan 14 prej tyre, që në fakt organet e sigurisë vetëm gjatë vikendin rrini me zbulu që mbrapa aty në organizime fetare në Prizren dhe në Gjakov ishin 4 vetura me targa të Serbisë, e ku pas ndalimit dhe arrestimit e tyne rezultoi se 4 prej tyne ishin të struktura të larta të sigurisë së Serbisë. E që në fakt u gjetën edhe prova që dëshmojnë se kishin në plan ndoshta ndonjë aksion ose ndonjë qëllim të caktuar për me kriju situata ose destabilitet në Kosovë. Kur flasim për 4 prej tyne, do të thosh edhe pjesa tjetër në ka qenë për 14 arrestuar, rezulton që 4 prej tyne janë në strukturat e larta të sigurisë së shtetit Serbisë, e madje edhe në pozita aktive aktualisht. Janë arrestuar, janë ndalu fillimisht për 4 tetor dhe po vazhdojnë procedurat të organet e drejtësisë. Mirë, po ajo që dihet në vazhdimsi është që Serbia prej natën 9 e kënena nuk është dalë asnjëherë për me, si themi, me qëllimin e tyne për me zhbon Kosovën edhe me pengu në çdo proces. Natyrisht që Kosova ka disa obligime që dalin prej paketës së Atisarit, që në fakt buron edhe shpallja e pavarësisë së Kosovës, e ku janë të drejtat që shteti dhe Republika e shpallur e Kosovës me shumë zëmërgjërsi ju ka dhënë minoritetëve, e në këtë rast edhe minoritetit serb, e që fatkeqësisht po kishte përdorur prej strukturave shtetërore të Serbisë, prej Beogradit, e gjithashtu edhe prej tashmë të kontrolluarve ato që njihet lista serbska që në kryet e saj edhe zyrtarisht ka qenë krye kriminali që u pa që bani përpjekje edhe ushtarakisht të hynë në territorin e Kosovës në rastin e Banjsës, Milan Radojqiqi. Strukturat e tina akoma janë aktiv, pavarësisht që realiteti çdo ditë më shumë prej shpalljes së pavarësisë ka ndryshuar në veri të Kosovës, por serbët në Kosovë vazhdojnë të kenë kontrollin e tyne. Jo ndoshta edhe me dëshirën e shumicës prej tyne, po fatkeqësisht ngelen të shantazhuar dhe të kërcënuar prej këtyre strukturave. E natyrisht, edhe tash përpjekja e tyne është që në këtë rast, ku flasim për politikisht ato që ka pamë që deklaroi Kurti pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë, ishte që po ndikon ose po shantazhon dhe po kërcënon edhe përfaqësues të partive politike të minoriteteve tjera në Kosovë, që mos të
mos të bojnë koalicion me zotin Kurti për ta krijuar qeveri. Në këtë rast, unë besoj që zoti Kurti këtu u zgjedh para një situate për të cilën fatkeqësisht nuk ka ditë me lujt politikisht mirë, me ato që i kemi po edhe gjatë fushatës edhe natën kur përfundoi fushata, ku me çdo kusht sulmon gjithë partitë tjera opozitare deri në ato termat që i quajti që ishin për të ardhur keq, që i quajti hajvana krerët e partive opozitare në Kosovë, e që thash nuk ka lënë vend për me kriju një koalicion edhe një qeveri që do të ishte stabile e që nuk do të ishte varur prej votave të minoritetit. Në këtë rast ndoshta e dini, 10 ulse në kuvendin e Kosovës janë të garantuar për minoritetin serb dhe 10 tjera janë për minoritetet tjera në Kosovë. Në këtë rast zoti Kurti nuk mundet me zoti Kurti dhe asnjëherë, asnjë qeveri faktikisht nuk ka llogarit në votat e deputetëve serb, por natyrisht çdo herë ka llogarit edhe i ka pas në koalicion minoritetet tjera. Në këtë rast zoti Kurti dje përmes një komunikate edhe pas Këshillit të Sigurisë deklaroi që strukturat serbe prej qeverisë Beogradit, grupe kriminale të Radojqiqit, po i shantazhojnë, po i kërcënojnë dhe nuk po i lënë me hyrë në koalicion as përfaqësues të subjekte tjera minoritare, që në këtë rast nuk zoti Kurti nuk mundet në llogarit as në 10 votat e minoriteteve tjera ose partive jo shumicë në kuvendin e Kosovës. Zoti Dage, Faktikisht i ka mbyll gjitha rrugë të tjera për me diskutuar për me bënë një qeverisje stabile, që nuk do të ishte kaq e varur ose nuk do të përbante kërcënim për krijimin e institucioneve të Kosovës prej listës serbskas prej Beogradit. Mirë, po në këtë rast e ka filluar situatën deri këtu, duke qenë kokë fort dhe duke qenë jo i motor në akuzat dhe kritikat dhe gjuhën e përdorur para fushat dhe natën kur përfundoi fushata. Se me asnjë kusht nuk hyn në koalicion me partitë e regjimit të kaluar, siç i quhen vetëvendosja dhe zoti Kurti, e deri në ato deklaratat e famshme që i përmendëm më herë. Ndërsa sot e them që ka ndryshuar, duket se ka ndryshuar për shkak se nuk po pikërisht ka çuar një letër LDK-s, domethënë kreut LDK-s zotit Lumir Abdixhiku. Zotin Lumir Abdixhiku për të ulur për me diskutuar, me negociu për mundësinë e bashkëqeverisjes, por duke parë qëndrimet që kanë bërë edhe LDK edhe krerët e partive tjera opozitare, nuk beson të thuhet që nuk ndodh, mirë, por në ato që kemi mujt me po dhe me kuptu deri me tani, raportet janë aq të ashpërsuara dhe zoti Kurti nuk ka lënë vend që mund ta ketë. Aq më tepër me LDK-n, e cila tashmë ka dhe probleme të brendshme, kryetari aktual. Ju mendoni që pikërisht i ka dërguar letrën LDK-s duke përfituar nga problemet e brendshme, se më afër dukej me PDK-n pas darkës me Krasniqin? Në fakt, zoti Kurti nuk, si themi, nuk e ka lënë mundësinë e hapur me asnjë prej 3 partive të mëdha opozitare, PDK-s, LDK-s dhe AK-s. I bindur deri në përfundimin e zgjedhjeve dhe certifikimin e zgjedhjeve, ka qenë se do ta krijojë qeverinë i vetëm ose në koalicion me 2 subjekte që ka qenë koalicion para zgjedhor. Dhe natyrisht duke llogarit edhe partitë e pakica jo serbe. Por nuk i doli ashtu dhe tash është gjetë para një situate ku duhet, si themi, të ndroj pozicionin ose mendimet që kishte për se deklarata madje kur i referohet natën e përfundimit të zgjedhjeve hajvanat, këta të opozitës, dhe e ka fjalën kur këta kanë premtuar rritje ekonomike më të madhe sa që është GDP-ja e Kosovës, e ka fjalën pikërisht për zotin Lumir Abdixhiku.
Pra në këtë rast i bëri kërkesë për konstituimin e parlamentit atij që situon dhe hajvan. Jemi sinqert, nuk shohim shumë në rrosën e spekulimeve, por në Kosovë flitet që ndoshta do të përfitu prej rastit duke po se zoti Abdigji Kugjinet para një situate shumë vështirë për shkak të menaxhimit jo të mirë të subjektit politik të cilin e udhëheq, e që është partia, si themi, më e vjetër në Kosovë dhe partia më stabile, si themi, që ka qenë, sot është para një situate ku janë ndonë në disa grupe dhe ka pak nësit më e brendshme. Ndoshta menon me përfitu zoti Kurti prej kësaj situate, se thot që mund të jetë më e lehtë që ta bindë zotin Abdigjiku që të jenë koalicion, ndoshta për të shtuar kritikat brenda subjektit politik. Se siç e dim, kur një parti politike hyn në pushtet, atëherë ka hapësirë për me akomodu të gjitha klanet e brendshme ose pakënaqësitë që mund rrjedhin nga një proces zgjedhor. Por këto nuk besoj që ndodh, për shkak se LDK-ja, siç dihet, është partije e cila ka ditë me u shkum, si themi, edhe me lider shumë të fuqishëm që i ka pas me bond ndryshimi. Aq më tepër kur thuajse secili prej tyre në LDK strukturat e larta, duke ish kryeministrin Abdullah Hoti e gjitha tërë tjerë të Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë qenë në vazhdimsi targeti sulme të lëvizjes vetëvendosjes. Prandaj edhe është për mendimin tim është thuajse e pamundshme që të kemi një koalicion vetëvendosje LDK. Madje brenda lëvizjes vetëvendosje kemi edhe një grup të pakënaqurë të LDK-s që kanë dalë anej, e që është zoti Faton Peci dhe po ashtu Donika Gërvalla Shfarç, të cilët edhe kur kanë hyrë në pushtet, edhe kur kanë kriju partinë Good Zone, edhe kur janë në pushtet, kritikat më të mëdha ose armiqësinë më të madhe e kanë me Lidhjen Demokratike dhe me njerëz që e udhëheqin Lidhjen Demokratike të Kosovës. Domethënë është një edhe brenda lëvizjes vetëvendosje. Mund të më u krijuar një përçarje e brendshme aty, për shkak se ti ki thuajse 2 njerëz prej 10 më të votuar janë te listës Guxo. E ata janë pikërisht njerëz që kanë dalë prej LDK-s për shkak pakënaqësive tyre brenda këtij subjekti. Duke përfshirë Vjosa Osmanin, por megjithatë ajo tash është presidente dhe nuk ka funksione partijake. Pikërisht për ta mbyllur, dua një koment për rolin e Vjosa Osmanit në prapasken për këtë ndoshta tek çarja e LDK-s në fraksione, por edhe tek krijimi i qeverisë së re. Si shikoni si përfundim? Tash po jap kështu mendim duke qenë i balancuar për ato që shihet. Vjosa Osmani ka pasur rrethje të madhe ndaj Lidhjes Demokratike të Kosovës për shkak të ndarjes ose pakënaqësisë të saj ndaj këtij subjekti. Pavarësisht se çu është gjykuar me drejt ajo, e kemi parë që u kanë shumë afërt me lëvizjen vetëvendosje dhe me zotin Kurti, thuajse u shkri e tëra si koncept politik, si ideologji politike, ose nuk kanë bindje, janë krejtësisht të ndryshme ideologjia e politikës e Vjosa Osmanit dhe zotit Kurti dhe lëvizjes vetëvendosje, e patëm një lloj harmonie të madhe prej zgjedhjeve të parafundit, kur edhe pronën në pushtet me 51% lëvizjen vetëvendosje dhe Vjosa Osmani u bë presidente. Mirë, po janë mbi 2 vite që ka çare të mëdha mes zotit Kurti dhe presidentes Vjosa Osmani, në një kohë shpërthyn me akuza dhe u pasi po don me u nis një konflikt i drejt për drejt. Mirë, po në këtë rast zoti Kurti ka rri që me i bind ose me i marrë për veti edhe komplet strukturën e partisë Guxo, e cila është themeluar prej Vjosa Osmanit, edhe Vjosa Osmani sot është nuk flet me ministrin e punëve
ose tash në detyrë, po me gjatë do ta kemi prap ministrin nëse qeverinë e bën prap Kurti, Donika Gërvallën. Po ashtu edhe Faton Pesin, gjitha këto struktura ja ka marrë vetëvendosja, sot ato thuaj se janë mbrana vetëvendosjes dhe janë vetë partia vetëvendosje. Edhe Vjosa Osmani ka mbetë në pozitën e presidentes, por është mundu me qenë matur her pas here me disa kritika, mirë por nuk e shoh që është afru shumë edhe me LDK-n. Është fol se mund të jetë në një kombinim ku ajo synon përmes LDK-s ta marrë edhe mandatin e dytë si presidente, por nuk shumica mbrana Lidhjes Demokratike të Kosovës Vjosa Osmanin e shohin si një tele të zezë, pasojat të cilës i ka bartë edhe këto të zgjedhje Lidhja Demokratike e Kosovës. Domethënë karami në 14% të LDK-s, si asnjëherë me parë, e ndoshta edhe sot që nuk kemi parë një rritje shumë të madhe të këtij subjekti politik. Një pjesë e madhe e LDK-s faturën ja veshin Vjosa Osmanit, e cila e përqajti LDK-n edhe e pruni në këtë nivel. Nuk e shoh si mundësi, ose e shoh në një pozicion jo shumë favorshëm për me mujt me kriju diçka. Domethënë, Vjosa Osmani sot mund shihet vetëm si pozitë ceremoniale, që ashtu syshe parafet Kushtetuta e Republikës Kosovës, me thirr seancën konstitutive, me përcjell afatet ligjore, nëse nuk eventualisht nuk rrin brana 30 ditë me kriju partia e parë, koalicionin që i ka gjatë një vota për ta votuar, atëherë me ia dhënë mandatin partisë dytë. Asgjë më tepër nuk e shoh që ka fuqi të ndikoj Vjosa Osmani në këtë proces. Zotë Dagaj, të falenderoj shumë për analizën. Faleminderit.